Nuk është refuzimi i dialogut, ka të bëjë me refuzimin e ftesës, sepse ju kemi përgjegjë në ftesën e parë. Nuk ka nevojë të ketë takim politik për procedura, siç po thotë zoti Kurti. Nëse është procedurale, atëherë duhet me trajtu si procedurale. Nuk shkon takim për të drejtën e fitume. Dhe natyrisht këtu po mungon një marrëveshje politike që partia e parë duhet me realizu. Për kuvend, edhe për qeveri, apo si do që e kam planin. Me pas qenë dhe kanë këtë pozit, ne para 5 jave i këshmi mbyll edhe kuvendin edhe qeverin, edhe qështën e presidentit i këshmi zbardh. Si duhet marrëveshje politike pa takime? S'ka vullnet, nuk është që s'ka takime. Nuk ka vullnet politik për me zgjidh problemin. Me ba takime vetëm sa për të taku, edhe mu taku në parimin më morë vesh për mos më morë vesh, LDK nuk funksionan. Ne shkojmë takim vetëm kur do të me krypun, sa e përket angazhimit politik, ne kemi përgjegjë letrën e parë. Letra e dytë, konsultime për konstituim të kuvendit, për çështje procedurale, procedura di ka zoti Dehari, si ma plako i këti kuvendi, edhe zonja Jashari si marrja këti kuvendit, munges ti, ata i kanë të drejten procedurale dhe ceremoniale këti kuvendit. Por nuk lejuan që me procedur dhe me ceremoni me ecë kuvendi, atër kryetarja e kuvendit këtë rast zgjedhët vetëm me vot dhe aja do të ketë një marrëveshje politike. Falenderit shumë. Po njerës që dalim për LDK-s, nuk i morim vlerat me vete, s'pako do të me mërë kujtimet e mira me veti. LDK-ja asë njerë nuk ka ble bari të rishnave në vend të zavendësimeve tjera, dhe nuk ka fliq politika me situata tilla, kështu që i kisha lut me qenë shumë të kujdesshëm. Këtë raport, LDK-ja është institucion politik ku shumë njerëz janë rrit, janë eduku, janë pjek politikisht, por ka dhe shumë tillë që e kanë konsumu LDK-n, e kanë shfrytzu LDK-n, jo si trambullin politike, po e kanë ngry politikisht LDK-n për motive politike. Nëse ju ecë kështu, le të ecë, nuk është problemi yni, nuk ka problemi LDK-s. Ata ka gjetë vend më të ngrohtë me punu politikisht, por vlera nuk kanë morë interesa politike. Nëso mbindin që kanë mirë e kanë drejtë që kam thonë, unë jam i gatshëm, vetëm duhet me mbind që me i besu propozimit edhe arsyet pse duhet me votu. Deri këtu nuk kanë arrit me bind kërkend, as në partit politike, as ne. Faleminderit shumë.